Bruno flet pa doreza për Albën. Atë nuk e do familja e as shoqëria. Bruno Shemsho ka komentuar me tone të forta ngjarjet e mbrëmshme të praimit në Big Brother VIP Kosova 4, gjatë paraqitjes së tij në emisionin Weekend. Sipas tij, dinamika e zhvillimeve ishte aq intensive sa ngjante një edicioni shumë më të avancuar të spektaklit. U duk sikur ishte prime i 30-të. Ka ndodhur aq shumë sa të krijohej përshtypja që ky edicion është në javët e fundit. Shumica e banorëve më në fund janë aktivizuar në lojë, tha Bruno, duke e cilësuar natën si një nga më të tensionuara deri tani. Gjatë diskutimit, ai u ndal edhe te përplasjet me Selionës dhe Benitës, të cilat ndezën debatet brenda dhe jashtë shtëpisë. Sa i përket Elionës, asaj i konvenon t'i thot Benitës nuk je sinqert, po e shfrytëzon pak këtë pjesë në lojë. Por nëse Benita thot se nuk e dinte për historinë e saj personale, është e mundur, unë vetë nuk e dija, u shpreh Bruno. Mirë po, deklarata që bëri më shumë bujë ishte ajo për Albën, e cila së fundmi është kthyer në një nga personazhet më të përfolur të këtij edicioni. Bruno nuk kurseu kritikat, duke thënë se mënyra e saj e veprimit nuk është diçka e re për publikun. Për pjesën e Albës është parë edhe në formate shqiptare më herët. Ajo tenton të krijojë një revolt shterp, një lloj reagimi që nuk çon askund. Unë mund ta krahasoj me një shprehje të Bleros. Kur nuk të do familja, nuk të do as shoqëria, tha ai, duke lënë të kuptohet se qëndrimi i Albës brenda shtëpisë po e izolon edhe më shumë. Mëtej, Bruno shtoi se një detaj që po qarkullon gjerësisht në rrjetet sociale është fakti se familja e Albës thuhet se nuk e pranon më si pjesë të trungut të tyre familjar. Diçka që ka bërë bujë dhe është komentuar gjerësisht. Sipas tij, ky fakt e bën situatën edhe më të vështirë për banoren, e cila vazhdon të jetë në qendër të polemikave. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.